Tani Haxhia mund ta tregoni dështimin 19, a do të heqni dorë nga kandidimi? Okej. Së pari duhet ta sqarojmë që kryesuesi i seancës konstituive më duket që është seanca e 10, nëse nuk gaboj, që ka kërkesë që të votohet komisioni për votimin e fshet. Në këtë drejtim, pra nuk po propozohet ende kandidati për kryetar të kuvendit, por po propozohet komisioni për votimin e fshet. Për lëvizjen vetëvendosje është e qartë se çka do. Pra lëvizja vetëvendosje do që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës dhe më pas që të vazhdojmë me hapa tjerë për formimin e qeverisë. Dhe siç e dini, mandatari jon, pra kryeministri Kurti ka 15 ditë pastaj në dispozicion që të votohet qeveria e Republikës së Kosovës. Por nuk është e qartë se çfarë do opozita. Pra në vazhdimsi, siç keni parë, kanë qëndrime të ndryshme. Ne bazohemi në të drejtat kushtetuese dhe kur jemi këtu, të drejtat kushtetuese vlejnë më shumë se çfarëdo preferencë tjetër. Duhet teksuar edhe një herë që i takon lëvizjes vetëvendosje që të bëj propozimin për kryetar të kuvendit. Prandaj për lëvizjen vetëvendosje është jashtëzakonisht e rëndësishme që së pari të votohet komisioni, të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës dhe më pas që të hapet rruga për formimin e qeverisë. Unë besoj që tashmë lëvizja vetëvendosje ka qenë e qartë në këtë drejtim. Kryeministri Kurti, po ashtu kryetari i lëvizjes, ka folur, secili nga deputetët, ministrat e kabinetit, në përgjithësi lëvizja vetëvendosje, pra është e drejtë e lëvizjes që të bëj propozimin për kryetar të kuvendit. Nëse ne ndërtojmë një standard tjetër ku dikush tjetër na cakton neve emrat apo dikush tjetër ka kërkesa për qenë në këtë pozicion, mendoj që nuk po e mishrojmë vullnetin e popullit. Pra siç e dini, lëvizja vetëvendosje ka dalë subjekti i parë me 48 deputet. Pra në kuvendin e Republikës së Kosovës, prandaj ne po e deformojmë këtë, por edhe nëse vazhdojmë me kërkesa apo preferenca siç po do opozita, atëherë ne sot do ta kemi një kryetar që i pëlqen opozitës dhe nën kryetar që i pëlqejnë pozitës, por ne nuk jemi këtu për t'i pëlqyer njëri tjetrit. Ne jemi parti politike, duhet sillemi sipas rregullave kushtetuese dhe sipas përgjegjësive që kemi. A ka pasur moment zënia Haxhiu kur keni thënë që mos të propozohet më emri? Unë besoj që situata tashmë është e qartë, qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje dihet, është qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje dhe çfarëdo që është varë nga lëvizja vetëvendosje ne e kemi bërë. Mirë po duket që ka tashmë plan që të pengohet konstituimi i kuvendit, por mendoj që kjo është një vendim i gabuar, sepse besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës presin nga ne që ta konstituojmë kuvendin dhe ta formojmë qeverinë.